E dyta, simas Kushtetutës së Kosovës, këtu djali dëmtohet, pra mirët sepse merret gjys për gjys. Jo vajza, po vajza i hyn në hak vllau. Por prindri këtu e bën këtë problem. Mirë po, çka është e mira e ligjeve të Kosovës, që aty të japin drejtën. A don ti me nda me Bibel, a don me Kur'an, hiç aty me si intereson. Aty me intereson me ditë. Çka është e qikës, çka është e djalit. Që she ke nda ti me marrëveshje, pa marrëveshje, aty me gjykatës tonë hiç nuk intereson. Gjykata jonë, që ka bën gabimet mëdhaja, është që kur don gruaja munda prej burrit, zonja, le të ndahet prej burrit. Burri ka të drejtën me u kujdes për fëmijët e vet, edhe m'ia dhën trashëgimin fëmijëve të vet. Aty zonja je nda, nuk i pasunitë e burri, çush i thot shteti jonë i Kosovës, burri për shembull, kur kanë nis bashkë jetën, burri u ka bë milioner, sa është i aftë, e gruaja ka nejtë si princezë në shtëpi, burri u ka bë milioner, tash kur të ndohet gruaja prej burrit, shteti i Kosovës i thot merre për gjys. Që e ka i diskriminon gratë. Ti e ka mendon që e ka i mbron gratë, ti e ka i diskriminon? Jo, unë e drejtësinë e këtyri. Unë e drejtësinë e Zotit, nuk i njoh tjetër drejtësinë. Ke shumë gabim, më zoje, ke shumë gabim me Lek, vetëm pak një shembull. Unë e ti, burrë e gru, s'kemi pas asgjë, ti ke këshyr fëmin, unë kom punu. Edhe ndahe me ty me të lonë me gisht angoj, apo si e thua të? Ka ligje tjera. Cilat ligje tjera? Pasuria përbashkët që e fitume duhet të ndahet si pas ligjit gjysëm gjys. Jo, shiko, pasurinë e përbashkët. Unë mundi me pas pasurinë teme më të madhe se sa të burri. Unë e kom fitu... Apo ndinë të përbashkët? Jo, nuk ka pasurit përbashkët. Burri jem, unë e kom pavarësinë time familjare. Burri im që 40 vjet jemi martes. Kur 1 euro nuk e ka dhënë, nuk ja kom dhënë unë ati. 1 euro. More nëse në ka folim raste individuale, Jo, po flasin raste komplet, unë jam të fol veç me Kur'an. Unë s'flas prej hamër. Po Kur'anin ti s'mon është në justicia të Kosovës, nuk mund është, nuk hynë aty. Jo. Përshëndetje gjithëve, zone Iqballi, përshëndetje nderuar ka. Doktor Albert, mirë faleminderit, mirë se na erdhët. Shiko, familja si jeni? Na nuk jemi mirë nderuar, doktor, veç pak t'ja shpjegoj Trivallit. Do më thënë, gruaja e ka pavarësinë e vet ekonomike. Unë jam 40 vjet me burrin tem, me një pasuni. Kum pas pasunit e vllau. Vllau t'i kum thonë vlla, shtima në biznis, ma ka bo 5 milion. Edhe tash, une atë pasuni e kum fut bashkë me burrin tem. Edhe tash, unë e pëdu më nda, edhe burri tem bi thënë, na ty 2 milion e gjys, unë 2 milion e gjys. Jo më rezotni, kjo është e pa drejt. Ose kundërta, burri jem ka trashëgu pasuni prej babës vjet, 5 milion. More, nuk e po ta fjallën aty, pasunin e fitu më të përbashkët. Jo. Sepse problemi është që këtu në Kosovë, edhe me ligjet moderne, pasunia jeme edhe burri tem hyn me një gjep. Jo. Nuk shkon, me Kur'an thot Zoti jo, gruaja duhet me pas pavarësinë e vet. Po çka me bën bre Allah, unë 30 vjet kom jetu me këtë burrin, edhe tash po du më nda. E ky është Kur'ani nuk ka ligj më zoj. Veç pak. Kur'ani nuk ka ligj njerëzor, o zoje në Rome, Kur'ani nuk ka ligj njerëzor. Mos të fut Kur'anin aty ku nuk duhet me hi se jena në 2025-ën. Shteti ka ligje, ka kushtetut, edhe mrohet shteti qytetar, burri, gruaja, vajza, djali mrohet nëpërmjet ligjeve. Kodin civil e ka ba qishën shekullin e 5 para Kur'anit e ka ba Justiniani. Që vazhdon me kanë edhe sot. Lutëm shumë. Ti je shumë e mrapametën, më zoj, por mos ban lajka, edhe lajka në përmenjerë, se njerëzit ka në... Mësë bo personal, o leko, na lek pak. Shumë është në regull, por ne duhet ka kemi parasysh se në kanunin e lek Dugaxhini 13 artikujt e parë, krejt flasin për të drejtat e kishtarve, për të drejtat e morgjëve, drejtat e kishës,
në kanunin e Lek Dugaxhinit. Prandaj gjithmonë krahas kanunit ka ekzistuar edhe do të ekzistojë edhe shariati islam. Kështu që na si musliman, na që i spjegojmë këto gjana, që i interpretojmë, këta ne interpretojmë për besimtarët musliman, jo për shqiptar që janë të krishterë, por për shqiptarët musliman që duan të zgjedhin disa probleme sipas jo kushtetutës traditës, apo të kushtetutës Kosovës, apo të Shqipërisë, apo Amerikës, apo Arabisë. Pra, jo sipas një kushtetute tradicionale, po sipas kushtetutës hyjnore. Mirë po, na si musliman, nëse neve nuk atakon ligji e ka para pa, qofti Justiniani, qofti Kotadiun. Ligji të na në Kosovë, neve si musliman na jep të drejten me jetu si të dojmë, o si krishter, o si musliman. Por na jemi të obliguar me respektu ligjin, dhe ne respektojmë ligjin. Unë të thash, nëse unë e ndaj me shariat këtë pasunin për fëmijët e mi, unë veç shkoj te noteri, e boj një testament, kur të vdes, ata duhet me hap, se kjo pasuni ka që i takon qikës, ka që djalit. Si e ndaj unë ato? E ndaj me Kur'an. Atëherë ku është e drejta ime si që e kom drejtën e besimit? Drejta e besimit është ti ta praktikosh besimin, po jo gjykosh në shtetin e Dardanis me besim tëndin. Jo, duhet edhe ta manifestosh. Unë ta manifestosh, po jo përmbi ligjin. Jo përmbi ligjin e Zotit, unë nuk njoh ligj përveç Zotit, ligjit Zotit. Këta tjerë ti respektoj derisa ata gjithmonë më lajnë plasaritje për me mund unë me pranuar. Ti lutëm, ti jeton edhe frymon me këtë ligjin e kushtetutën e Kosovës, për ndryshe zdo isha aty ku je. Seriozisht, lutëm. Shiko, me tyre kushtetutën e Kosovës, unë hiq ka plot ligje që s'm pëlqejnë, po unë ato i tejkaloj, sepse nuk janë primare. A mo duhesh t'ju përmbash? Jo, nëse nuk janë shumë primare që nuk më prekin drejtat e mia, nëse aty a i thot për shembull martesa nuk bëhet me 2 gra, 2 kurorëzime nuk ka të drejtë. Okej, unë e respektoj, 2 kurorëzime nuk i merr burrjem 2 gra, po e merr një e ka me kunor, tjetrën e ka me kunor të shariatit. Këtu përzim ty në shpiton dhe qa bon, Çka bën zezën është okej, o si pas sistemit juridik. Jo, zeza jo, ajo është e bardhë dhe hynore. Na e kemi një ligj, ose të muj me thonë na po shkojmë në Afganistan atje dhe po e praktikojmë praktikat e tyne, ose po rrim botën e civilizume. Ja, Pakistani s'ka lidhje me ligjin e Kuranit. Jo, as Arabia s'kan lidhje me ligjin e Kuranit, mos ma përzi Arabin me Kuranin. Ikbale, dëgjë, unë po dalë. Kurani nuk ka zbrit për Pakistanin e për Arabin, vlaje. Dëgjë, unë po ta thëmë të fundit. Për tër njerëzin. Unë po ta thëmë fundit, se s'po du mu dhe me ty është keq me bo thirrje për përmbysjet kushtetutës. Seriozisht është keq. Se kushtetuta nuk cenon ty asgjë. Ti e ke drejtën e manifestimit o besimit tënd si duash ti, po jo të interferosh ti në jetën e njerëzve në Kosovë. Nuk është e mirë me thonë unë nuk e përfilli. Ti duhesh ta përfillësh. Unë e shariatin në mundësit e kushtetutës Kosovës. Që më jep të drejtat e shariatit më jep kushtetuta e Kosovës. Jo, të lutëm. Si pas shariatit... Shiko, shariatit e thot, nëse mytish dikant, njerë shkon, duhet me myt një tjetër. Duhet me marë si kur e në verogja. Por, thot mandja, të bëni kompenzimin ose falme. Mirë po, na këtu, motra dhe vëllezër të nderuar, kam dalë këtu me tregu disa ligje të Zotit. Por për fat mirë që jetojmë në Kosovë dhe këto përshtaten, sepse ligji i Kosovës ty nuk të detyron me nda 50-50. Por ligji i Kosovës thot ti para se para se me shit këtë shtëpinë apo këtë tokën, që është në emër të babës tënd, shko thot miru vesh me motrat. Faktikisht i bën e shkel femrën, sepse kur thot miru vesh me motrat, ndani me motrat,
motra vjen në gjykat, thot jo unë po heq dorë. Se zoj po heq dorë, prej pasunis babës tanë, kjo ligjit intereson edhe e shtyp femrën. Qëllimi jam është që le ta ndajnë, ndash me 50-50, le të hinë motra në hak të vllaut. Po qëllimi jam është që motrat mos me hek këtë ligjin, që është me hek unë po hek i dorë. S'kesh ka me hek dorë. Ama po ma mshel vllau derën, nuk të duhet asi vlla. Që asi vlla i të donë vetëm për interes. Asi vlla që ta qetë lotin për synit, që ta mshel derën, Allah i ka thënë lanetullahi ale dhalimin. Laneti i Zotit qofë për mbi ato zullumqarin. Një vlla që të bën zullum, që të manipulon të drejtën tënde, ai vlla nuk të duhet. Ajo shpije vlla i tënd ka më konë mallkim, ka më konë smundje, ka me pas telashe, ka me pas mosmarrveshje. Për shka? Sepse në tokën e babës tënd e ka ngrit pasunin e vetë, e motrën e ka bo për sadaka. Prandaj, unë e këto ligje që i tregoj, qëllimi jam është femra në Kosovë duhet me marrë të rashëgimine dhe pik. A e merë, a se merë të drejtën me hek dorë, ligji duhet më ndryshu. Unë e kom i postu edhe në TikTok, ligji duhet më ndryshu. Mos mi dhënë të drejtë femrës. Vllai, mos mi dhënë të drejtë femrës që me hek dorë. Vllai i cili dëshiron, rasti ma konkret, me bo mekanizma kushtëzues, që se vllai dëshiron me qitë pasunin e babës në emër të vetë, nuk guxon motrës mi thonë që ajo më po hek dorë. Jo, ti kim janë da motrës. Po me boni mekanizëm kushtëzues, si kurse kur e kemi pas para 2-3 vjetëve, para Albin Kurti, tash se kemi. Një vetur 2004-ës, s'ko mund me regjistru, pa e pagu 600 euro tatimin e shpis. Tatimin vjetor të shpis, s'ko mund me pagu se kum qenë krizë ekonomike. Për 2-3 vjetë se kum pagu. E të detyrojshin që se don me regjistru veturën, shko paguje tatimin. Kjo pra është e rregull. Mekanizma duhet më konë, që se ligjin i neve nuk në mbron si femra, që se une nuk kam liri, nuk e kam vetën në dorë, çfarë liri unë kam? Kur më ka në dorë shteti, më ka në dorë burri, më ka në dorë baba, më ka në dorë vllau, nesër djali më ka në dorë. Ku i kam une atë lirin si femër? Ku jam une? Një grua që se ka vetën e vetë në dorë, ajo nuk ka liri. Një grua që pasunin e vllaut ja çon burrit, ajo nuk është grua. Pasunin e vllait ke me majtë për vetin. Pasunin e vllajn me vllajn e pasunin e babës, më falni, jo të vllaut, se vllau çka i krijon, ai duhet me nda me fëmijët e vet. Ama jo vllau me kriju pasunin me shumë vishu pasunin e babës, e me nda me fëmijët e vet, e hallat Milan për çështje sociale. Kjo nuk është. Unë kështu mendoj, mund të jem gabim, po ligjit e Justinianit, që qenë ka e drejta familjare, trashëgimia me testamenti, pronësia me kontrata, palavra send, to po thotë është ligji Justinianit në vitin, se kom ditë pasha Zotin, se unë s'jam juriste, unë jam teologe, në vitin 529, pas Krishtit, masi ka ardhur Jezu Krishti, do me thënë, ligjet e Justinianit të njohura janë një kodifikim i ligjeve romake. Ç'kam lidh mu me romakët? Ç'kam lidh mu me Zeusin, me zotnat e tymve që kanë pas 100 zotna? Unë mund të jem shqiptare, unë e kam prejardhjen pelazge, ilire, jam toka dardane. Po unë jam muslimane, unë jam e krishtere. Kjo është çështja e besimit, është më e shenjtë se sa çështja e tokës. Por toka, atë dheu është pjesë e besimit. Profeti Muhammed na ka mësuar paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, na ka thënë, pas dashuria ndaj atë dheut është i badu din, është pjesë e besimit, e dinit. Qose ti nuk e don tokën tënde, atë dheun tënd, nuk e merr armën për me luftu për atë dheun tënd, nuk e ke plotësu besimin tënd, Islam. Prandaj, na jemi këtu
për me shërtu çështjen e trashëgimisë, edhe unë e këtë fushat e kam nis, edhe e kam e vazhdu, në qoftë se më pyetni, a e kam marrë unë isën? Jo, nuk e kam marrë, veçëm është e mërtu që kam u marrë që 15 vjetë, po nuk e kam marrë, e sa kam e marrë, ndoshta as 5-6.000 euro, se s'ka lanë baba jem pasuni, po qëllimi jem është që mi vedisu gratë, që pasunin duhet me ta dhënë vllau, jo të vetën, të babës. Nëse dëshiron prej shtëpisë ti me u largu mallkimi, me ardh mirat, me ardh lumturia e tjera.